Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi e premte 3 tetor 2025. Dashi. Një mundësi e shkëlqyer po vjen, veçanërisht për fëmijët apo njerëzit që mund të pohojnë veten gjatë kësaj periudhe. Për dashurinë, historitë që lindin tani e tutje do të ishin të rëndësishme. Demi. Dashuria po të thërret, por puna është padyshim në një pikë kthese nga e kaluara. Do ndiheni aktiv dhe plot energji. Binjaket. Është një ditë interesante dhe gjithashtu e vlefshme për të gjithë ata që duan të bëjnë plane për të ardhmen. Është e rëndësishme të përballeni me një takim, një sqarim në dashuri, një mundësi për të filluar një karrierë. Gaforia. E po nëse keni ndërmend të lëvizni, të udhëtoni, të keni kontakte me qytete të tjera. Dashuria në shërim, bashkëfaqësia juaj është e nevojshme. Luani. Fat dhe vendosmëri në fushën profesionale, lajme të mira gjatë rrugës, edhe nëse disa projekte që keni në mendje do t'ju duhet kohë për të marrë hovin. Virgjeresha. Ditë e lodhshme, përpiquni të ndiqni disa trajtime dhe jo gjithmonë të bëni gjithçka në mënyrën tuaj. Çfarëdo që të bëni, gjëja e rëndësishme është të bashkoheni me njerëzit e duhur. Kushdo që sapo ka nisur një projekt të ri me një partner apo partner duhet të jetë i kënaqur në fillim. Peshorja. Emocionet në pamje, jeta emocionale po forcohet. Është sikur po zhvilloni një plan veprimi këto ditë. Akrepi. Besoj shumë se ka ardhur koha të përveshni mëngët dhe të përpiqeni të arrini qëllimin që i keni vënë vetes. Ju do të merrni komplimente, të dëshiruara ose të shpresuara për ndryshime në punë. Shigjetari. Një ditë shërimi për ndjenjat, ju mund të falni dikë. Një emocion i madh për një marrëveshje, para për të shpenzuar, negociata me fat. Britqapi. Sot prapambetje, në disa raste ka një moment agitacioni në çift, është më mirë të shtyni çdo lloj vendimi. Tani po përjetoni një periudhë reflektimi, po prisni përgjigje apo duhet të zbatoni strategji të reja. Ujori. Ju do të keni nevojë për dashuri. Ndryshimet në familje, zgjedhje ose vendime të rëndësishme. Peshqit. Një plan i ri pune tashmë është gati, shpenzimet duhet të planifikohen. Është e rëndësishme në këtë periudhë të rivlerësoni një dashuri, keni nevojë për të. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.